Profesori dhe inxhinieri i elektroteknikës, i cili ligjeron edhe në Universitetin e Gjakovës, Agon Koka, ishte i ftuar i radhës në klubin e debatit nga shoqata e intelektualëve Jakova në Gjakovë. Në ligjëratën e tij ka folur për nanoteknologjinë apo revolucionin e ri tekniko-shkencor. Kjo njësi e teknologjisë sipas tij do zhvillohet edhe në Kosovë dhe baza e zhvillimit të saj do të jetë qyteti i Gjakovës apo konkretisht Universiteti Femia Agani. Kjo është një fenomen i veçantë sepse shumë shpejt Gjakova do ta ketë nano institutin e vet i përmbajtur prej disa nanoteknologëve që do ta kenë mundësinë ta përfundojnë studimet në nanoteknologji në Universitetin e Gjakovës, ku jemi ne faktikisht jemi ka përpiqem të ta ndërtojmë një institut tillë për të ardhmen e Kosovës dhe gjithë shqiptarisë kombëtare. Koka tha se nanoteknologjia në praktik apo në gjuhën popullore zbërthehet si njësi e teknologjisë që është më e vogël se sa fija e flokut. Kur flasim për nano, flasim për teknologji që është 10 fuqi minus 9 metrit. 10 fuqi minus 9 metrit është praktikisht më e vogël se sa milionta pjesë e metrit. Se një metër praktikisht konsiderohet prej majës së hundit e majës e gishtit. 1 bilion të metri kësaj është nanoteknologjia. E kur flasim për nanoteknologji, mi ka flasim për eventualisht për disa nanobot që në fushën e mjekësisë mund të futen në porët e trupit dhe pastaj mund të fillojnë të i operojnë eventualisht elementet mbrëmshme të trupit ku mund të ketë eventualisht tumor, kancer, bloqe të blokadave të arterjes ose forma të ndryshme. Kjo është domethënë praktikisht nanoteknologji në nanomedicine. Por nikosisht nanoteknologjia mund të aplikohet në electronics, ku praktikisht mikroelektronika është dizajnimi i çip elektronik në bazë të 10 fuqi minus 6 metrit. Me nanoteknologji, mikroteknologjia ka më ek anash dhe kanë më fut nanofiltra ose eventualisht tranzistorë që përbëhen prej nanos, ku shpejtësia o aftësia e procesimit ka më qenë 10.000 herë më shpejt se sa kompjuterat random tashmë. Nga anëtarët e shoqatës së intelektualëve Jakova u vlerësua lart kontributi në arsimimin e brezave të rinj që po bën profesori Agon Koka. Edukimi dhe titujt e shumë shkencor që i ka doktori elektroteknikës robotike tregojnë edhe një herë se qyteti i Gjakovës ka të rinj të zot dhe që janë e ardhmja e vendit, u tha mes tjerash në këtë diskutim. Kompjuter shumë për këtë kohë shumë